Të nderuar besimtar, motra dhe vëllezër musliman. Nesër ne nisim agjërimin e muajit të shenjtë Ramazanit. Kam kënaqësinë t'ju drejtohem me urimet më të përzemërta, duke lutur Zotin e Madhruar që ky muaj i bekuar të sjellë paqe, begati dhe mirësi për secilin prej jush, për familjet tuaja dhe për mbar shoqërinë tonë. Ramazani është një nga dhuntit më të mëdha shpirtërore që Allahu i Madhruar i ka dhënë njerëzimit. Ai është muaji i agjërimit, i Kuranit, i mëshirës dhe i faljes. Në librin e tij të shenjtë, Allahu i Madhruar thotë: muaji i Ramazanit është ai në të cilin u shpall Kurani, si udhëzim për njerëzit dhe si sqarim i qartë i udhëzimit dhe dallimit. Ky ajet na kujton se Ramazani është kohë reflektimi dhe orientimi, kohë për të kthyer te vlerat themelore të besimit, drejtësisë dhe përgjegjësisë morale. Agjërimi është një akt adhurimi që na mëson disiplinën, vetkontrollin dhe ndjeshmërinë ndaj tjetrit. I dërguari i Allahut, Muhamedi alayhis salam, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, ka thënë: kur vjen Ramazani, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit dhe djajt lidhen. Ky hadith është një mesazh shprese dhe optimizmi për çdo besimtar. Ramazani është mundësi për përmirësim individual dhe kolektiv, për pastrim shpirtëror dhe për ndërtimin e një shoqërie të bazuar në vlera të shëndoshme. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë muaj të shenjtë, rëndësi të veçantë ka edhe dimensioni social i besimit. Ramazani na fton të forcojmë solidaritetin, të shtojmë ndihmën ndaj nevojtarëve, të jemi pranë të dobtëve dhe të kontribuojmë për një shoqëri më të drejtë dhe më humane. Në një kohë kur shoqëria përballet me sfida të ndryshme, Ramazani na kujton rëndësinë e unitetit, të paqes dhe të bashkëjetesës. Ai na mëson se besimi i vërtet reflektohet në sjellje të mirë, në respekt ndaj tjetrit dhe në përkushtim për të mirën e përbashkët. Në emrin tim dhe të komunitetit musliman të Shqipërisë, ju uroj që ky muaj i bekuar të jetë burim paqeje, shprese dhe force shpirtërore për të gjithë. Allahu e pranoft agjërimin, lutjet dhe veprat tuaja të mira.